edhe fëmijët tuaj, edhe prindërit tuaj, edhe dorë për dorë, hajdeni tek kërojnë në ditën e gjykimit, sepse së bashku, pasi të keni pi ujë nga dora ime do të hyjnë në xhenet nga dera e Rayyanit, prej së cilës hyn vetëm agjëruesi. Prandaj, me zemër të mirë, kthemoj të begatët të mandueshëm të Ramazanit. Dhe ta shfrytëzoj maksimalisht kohën për të ofruar me Allahun Azza wa Jalla dhe për ta përjetuar çdo natë, çdo ditë mirësinë dhe bekimet që shpresin në këtë muaj të mandueshëm për gjithë agjëruesit. Dhe me kujtu vetëm diçka, që në hadith transmetohet që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se çdo natë prej netëve të Ramazanit, Allahu liron nga ndëshkimi i tij këtë dojë prej robëve të tij. Allahu na bën prej tyre ya Rabb. Allahu na liron nga ndëshkimi i tij ya Arhamar Rahimin. Allahu më bën këtë Kur'an shefaat për ditën e gjykimit. Allahu më bën agjërimin e Ramazanit shefaat për ditën e gjykimit. Allahu më siç na kem lënë sot në shtëpinë tonë dhe po na gëzon me leximin e Kur'anit dhe me shijimin e namazit, mos na prigon nga mëshira jote ditën e gjykimit dhe prania në xhenetin bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam. Allahu më siç i ke gëzuar këto fytyra dhe qeshën dhe janë zbukuruar me nurin e dritën e dashurisë islame, Allahu mos na prigon nga kjo dashni dhe kjo dritë sa të jemi në këtë botë dhe na bën me jetu me këtë islam dhe me u larguar nga botë si musliman. Dhe duaja që duhet të bëjmë përfund çdo ditë dhe çdo natë është Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Me lutë Allahu Azza wa Jalla këtë udhëzim që na ka dhënë edhe na e ka begatuar jetën tonë me të, me na erujt mos na deviju zemrat tona nga udhëzim. Mos më bë prej disave që kanë qenë në rrugën e drejtë dhe pastaj nuk dihet më as ku janë. Nuk i shohim më në xhamimin e. Nuk i shohim më në mezhliset e dhikrit, nuk i shohim më në mezhliset e Kur'anit, nuk i shohim më në mezhliset e khairateve, nuk i shohim duke kontribuar për xhamin, nuk i shohim këtu dhe atje prej mezhliseve të mirave. Pse? Sepse kanë deviju, Zoti na ruaj. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Shqitua shumë e madhe, dhe shumë e rëndë për zemrën edhe jetën e besimtarit. Ka i deviju zemrat ya Arhamar Rahimin. Na bën të qëndrueshëm këtë fe ya Allah. E na bën me gëzu me këtë fe dhe me respektu dhe me dashnin e tjetrin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu më dashur me gatoft.